Temperatura të larta, parashikimi motet 4 qershor 2025, diell dhe temperatura të larta ditën e sotme në vendin ton. Do të vijojnë valet e të nxehtit afrikan, ndikimin e tyre në rajonin e Ballkanit, duke sjell mot të kthjellët dhe të nxehtë, ku temperatura më të larta do të kenë edhe zonat e ulta kryesisht në qendër dhe jug të territorit. Orët e pasdites dhe në vijim do të sjellin kalime vranësirash të lehta në për të gjithë territorin, ku më të theksuara do të jenë në zonat malore, por nuk pritet rreshje. Temperaturat e ajrit do të pësojnë një tjetër rritje, duke luhatur vlera ditore nga 9 gradë Celsius me ulët, e cila do të shënohet në qytetin e Ersekës, deri në 34 gradë Celsius vlera maksimale në qarkun e Elbasanit. Era do të fry mesatarisht me shpejtësi deri në 25 km/h nga drejtimi permanent perëndimor, përpasoj në brigjet e Adriatikut dhe Jonit do të krijohet dallgëzimi i ulët.